Durrësi është qyteti më i spikatur i Shqipërisë, jo vetëm nga pozicioni favorshëm gjeografik. Ai vazhdon të mbijetojë si qyteti më i lashtë në të gjithë bregdetin lindor të Adriatikut. Bashkë me detin dhe vargun e kodrave pranë tij, qyteti plot diell sot vlerësohet për 3 të mëdha: tregtinë, transportin dhe turizmin. Kryqëzimi i rrugëve automobilistike të Shqipërisë, shumë afër me aeroportin e Rinasit, qendër e sistemit hekurudor, i gatshëm për të rikthyer në ditë të mira, dhe po ashtu porti më i madh i vendit. Qyteti ka bërë specialistët të perifrazojnë se të gjitha rrugët të çojnë në Durrës. Por 100 vjet më parë, situata ishte krejt ndryshe. Pavarësia e shtetit shqiptar e gjeti Durrësin tonë si një qytet të braktisur në skajnë më perëndimor të perandorisë osmane. Një qytet me një popullat prej rreth 3.000 frymësh, me një strukturë qytetare krejtësisht prapambetur. Një fëmijë regjistrohesh në gjendjen civile vetëm 3 muaj pas lindjes, për arsye që i sigurosh prindit që ky do mjetonte, sepse vdekshmëria foshnjore ishte aq e madhe, sëmundjet infektive dhe malaria ishin aq kërcënuese dhe aq dëmtojse, sa që nuk ishte asnjë siguri për këto kreatyra të njohura. Një durrësak 60 vjeçar konsiderohet si një plak fatlum, domethënë me jetë gjatë. Në fillim të shekullit kaluar, Durrësi po zgjoi nga gjumi letargjik i sundimit osman. Qyteti që kishte jetuar pjesërisht nga të ardhurat e limanit, po i drejtonte përsëri syt nga deti. Banorët e sapo ardhur ulqinak me anijet e tyre, thuajse të dëbuar nga trojet shqiptare në veri të vendit, do të ndikonin fuqishëm në krijimin e flotës tregtare. Konsullatat dhe legatat e vendeve perëndimore në qytet ishin treguesi interesimit në rritje të shteteve të fuqishme për Durrësin. Muret fortifikuese antike dhe mesjetare, po merrnin çdo ditë më shumë vlerë në syt dhe mendjen e qytetarëve durrësak. Shumë shpejt, ata do të kërkonin rikthimin e lavdisë së dikurshme të Dyrahut, Epidam, i cili 2000 vjet më parë prodhonte monedat e veta dhe kishte një zhvillim të admirueshëm ekonomik, që rrezatonte në të gjithë Ballkanin. Shpallja e pavarësisë së vendit në Vlorë nga patriotët shqiptar me 28 nëntor 1912 dhe Kongresi i Lushnjës në janar të vitit 1920 i dhan frymëmarrje dhe siguri të ardhmes ekonomike të Shqipërisë. Në gjysmën e dytë të shekullit 19, dhomat që u ngritën në disa qendra të Shqipërisë ishin pjesë e administratës shtetërore dhe kryenin detyrat që u ngarkonte ligji otoman. Durrësi nuk bënte pjesë në hartën e kufizuar të këtij organizimi, treguesi prapambetjes së qytetit port në vitet e fundit të shekullit të 19. Ririndja e dhomave të tregtisë, menjëherë pas Kongresit të Lushnjës, i vendosi ato në pozitat e një institucioni fillimisht në varësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, deri kur u hartua legjislacioni shqiptar. Themelimi i odës së tregtisë së Durrësit, më 10 janar 1921, ishte akti më i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë së rajonit mbi baza institucionale. Megjithse dokumentat për hapat e parë të odës, siç thirrej dhoma e tregtisë në fillimet e saj, mungojnë, përparimi shpejt ekonomik provon se e ardhmja e qytetit kishte hyrë në shina me drejtim europian. Durrësi bëhet shumë shpejt një hapësirë e lakmuar nga zejtar, ndërtues,
tregtare intelektual, të cilët mbrin nga I gjithë vendi. Thelbi I gjithë historisë të tyre është që ta e një familje në gjendje të pasur dhe të mirë edhe në Dibrën e Madhe, që kanë patur marrëdhënie ekonomike dhe tregtare me Shqipërinë edhe para se të vinin në Shqipëri dhe janë zhvendosur nga Dibra e Madhe për një mundësi më të madhe në vitin 1926, duke vendosur aktivitetin e tyre fillimisht në Durrës dhe më pas dhe në Tiranë, dhe duke sjellë me vete dhe kapitalin, por dhe përvojën e krijuar ndër vite dhe ndër breza të familjes Shiaku nga Dibra. E dyta, them që në Shqipëri ata erdhën mbasi e kishin mirë studiuar mjedisin dhe gjetën një mjedis mjaft të përshtatshëm, oportun dhe miqësor për të zhvilluar biznes, derisa pastaj erdhi regjimi komunist që shkatroi gjithçka. Baba ka punu me grupe punëtorësh, do të thotë 5-6 vet. 920 e 921 bënin firmën e parë ndërtimi të Durrës, e para firmë, do të thotë që mori formë zyrtare, formë të rregullt, me magazin, me sekretar, me vingja, me makina, do të thotë ka pas ndërmarrje të rregullt, me zdrugtari të madhe. Janë marrë me industrinë ushqimore, prodhimin e miellit, janë marrë me ndërtime banesash dhe me tregtim mallrash të tjera të çfarëdo. Por në prodhim, në manufakturë ndërtuan një nga 2 fabrikat e miellit që edhe sot dihen e shjakësve dhe ekonomëve. Kryetari periudhës së tregtisë në Durrës zgjidhet Idomen Kosturi, një personazh mjaft I njohur në jetën politiko-ekonomike të Shqipërisë që nga fillimi I shekullit kaluar. Kosturi pak muaj më vonë, po në vitin 1921, do të drejtonte qeverinë e tranzicionit si kryeministër I vendit. Kryesia me 12 antarë nga familje me aktivitet tregtar ekonomik si Beja, Beshiri, Gjata, Tirana, Nushi, Zagorida, Leka, Theoharje Qosja, zgjodhi më pas në krye të odës së re zotin Halim Krotani. Institucioni bëhet një zë I fuqishëm I sipërmarrësve dursak, të cilët bashkë me seriozitetin dhe korrektesën që dëshmojnë përballë klientëve në tregti dhe ekonomi, kërkojnë nga shteti lehtësirat e domosdoshme për zhvillimin ekonomik. Që nga fillimi I viteve 1920, në Shqipëri u organizuan 7 kongrese të domave të tregtisë, ku organet shtetërore kërkonin mendime dhe rrugë për të dhënë zgjidhje shqetësimeve për zhvillimin ekonomik e tregtar. Një nga këto kongrese u zhvillua në Durrës. Përfaqësuesit e odës së qytetit bregdetar hodhën edhe një hap më shumë. Siç dëshmojnë edhe dokumentat, ata oftuan dhe morën pjesë edhe në veprimtaritë ndërkombëtare të homologëve të tyre në Vjenë, Paris e Gjetk. Kongresi I parë I tregtarëve në vitin 1922 pati rëndësi të veçantë sepse doli me vendimin për krijimin kudo të odave të tregtisë. Nga kjo kohë fillon reformimi I dhomave edhe atje ku ato ekzistonin, me ndryshimin se tani do të ishin organe të njohura nga shteti dhe do të konsideroheshin si pjesë e Ministrisë së Financave, pranë së cilës u krijua edhe Drejtoria e Përgjithshme Tregtare. Në vitet 1923-1940, dhomat e tregtisë jo vetëm u zhvilluan mjaft, por funksionet e tyre patën një shtrirje mjaft të gjerë dhe me shumë kompetenca. Me daljen e ligjit mbi themelimin e odave të ekonomisë më 14 mars 1929, vartësia nga qeveria u ligjerua. Në të njëjtin vit u zhvilluan edhe zgjedhjet e reja në Durrës, kryetari I odës për vitet 1929 deri më 1932 u zgjodh Vangjel Manushi. Gjyshi pasi mbaroi shkollën tregtare në Itali, u kthye në Shqipëri. Kur u kthye në Shqipëri erdhi në Durrës, pavarësisht se origjina vendlindja ishte Berati. Në Durrës filloi aktivitetin e tij kryesisht në konfesione, por jo vetëm aty, u shpërndatën në disa sektorë tjerë të bizneseve. Ndërtoi banesa, objekte, është emëruar si konsul nderi I qeverisë belge në Shqipëri. Shtëpia në bulevard e familjes e gjyshit ka pas flamurin shqiptar dhe flamurin belg
si shenjë e konsulatës belge. Ekonomia e Durrësit ishte ekonomia e gjithë Shqipërisë. Durrësi u kthy në një distributor i mallnove, u ndërtu këtu në Durrës magazina e doganës, u kriju dogana e parë këtu. Dhomat u shpallën si ndërmjetësit e qeverisë në njërën anë e të buqërve industrialve tregtarve në tjetrën, edhe që mvaren e janë të rregullume prej Ministrisë Ekonomisë Kombëtare. Në zgjedhjet e vitit 1932, kryetari i dhomës së Durrësit u zgjodh sipërmarrësi Tahir Beshiri, i cili vazhdoi drejtimin e Odës edhe pas vitit 1940. Vitet e monarkisë i dhanë qytetit një zhvillim të ri ekonomik. Durrësi ka pas një liman, po një liman natyral, ku ishte vetëm 2 ura, ku anijet e mëdha, jo vetëm avulloret, që i themin evaporet, po edhe barkat e mëdha me vele, nuk afroheshin në breg për një shtet të ri i cili donte, të shronte, kishte drejt, kishte komunikim të madh me Evropën, imponohesh patjetër që të kishte edhe një port të ndërtuar situar. Dhe ky port u ky në kohën e mbretërisë me ndihmën edhe me investimin edhe me një ndërmarrje italiane që quhesh Mazzorana. Duke qenë se u ndërtu një port edhe i huji kishte mundësi të vinte lirshëm, i sigurt, edhe me lehtësi, edhe vetë prodhimtari shqiptar kishte mundësi mallin e vet ta eksportonte, ta çonte jashtë shtetit, që bëni që jap rëndësi tregtisë me në qytetin Durrës. Tërmeti dhjetorit 1926 dhe më pas, lidhjet e ngushta tregtare me Italinë fqinj ndikuan ndjeshëm në ndryshimet urbanistike dhe në krijimin e sipërmarrjeve të reja në Durrës. Në vitin 1928 filluan punimet e koncesionit për ndërtimin e portit modern. Rritja e të ardhurave dhe përmirësimi i kushteve të jetesës në qytet u përkthyen në ndërtime të reja, të cilët shohin shprehjen e vetë perëndimore veçanërisht në bulevardin nga xhamia e madhe në hyrje të portit. Pamja nga sipër e saj, jo vetëm kur u ndërtua, por edhe sot, të lë përshtypjen e një speranце detare. Qyteti u bë model edhe për krijimin e shoqërive të para aksionere, të cilat shquhen gjithnjë me fitim për shfrytëzimin e konjunkturave të tregut botëror të mallrave dhe valutës. Durrësi dallohet për rrëtërheqjen e investitorëve të huaj, madje në disa raste bëhet edhe nismëtar për investime që niseshin nga qyteti bregdetar në vende të tjera. Në fillim të viteve 1920, ngrihet në Durrës shoqëria tregtare anonime Monopoli Letrës dhe Shkrepseve, që u themelua nga zotërinjt Beshiri, Hobdari, Spiro, Papajani dhe Frashëri. Në Durrës ka ekzistuar fabrika Stamles, e cila ishte një shoqëri ekselente aksionere. Dhe sot e kësaj dite në Shqipëri nuk kemi ende një bashk organizim të sipërmarrësve të sotëm në një shoqëri aksionere me atë perfeksion funksionimi dhe raportesh mirë kuptimi të aksionerëve siç kemi patur Stamlesi në Durrës. Cigaret e markave Diamant, Tatlisert, Taraboshi, Leka, Triumf apo Besa, që fabrika prodhonte, shiteshin jo vetëm në vendin tonë. Stamlesi ishte shembulli i bashkimit të kapitaleve, kolektivitetit, i të jetuarit bashk në shoqëri të pasurve dhe të varfërve, i ndeshmërisë përballë individualizmit dhe kontrabandës.
Veç qytetit, ndërtimet me karakter tregtar e industrial i drejtohen zonës së Shkozetit, e cila më parë njeh kryesisht si zonë periferike e Kënetës. Me 10.000 banor, sa dyfish i vitit 1921 dhe me një bazë ekonomike të qëndrueshme, Durrësi pëson një bllokim të dhunshëm të zhvillimit ekonomik dhe social në nëntor të vitit 1943, kur pushtuesit nazist e zbrazin krejtësisht qytetin nga banorët e tij për afro një vit. Në të njëjtën kohë ata minuan portin detar së bashku me plazhin jug të tij, duke synuar shmangjen e një zbarkimi të mundshëm të aleatëve në qytetin antik. Jeta e Durrësit rifillon në regjimin e ri komunist, i cili përmes sistemit të konfiskimit, sekuestrimit dhe shtetëzimit shkatërroi qindra ekonomi private dhe sipërmarrje të ndryshme. Njësitë e fundit private të biznesit të vogël u shtetëzuan në mesvitet 1960. Vetë sipërmarrësit u trajtuan si armiq. Gjatë periudhës aktivitetit tregtar me të ardhurat e krijuara, bleu dhe një pallat në qendër të Romës. Ky pallat u bë mollsherri më pas, sepse sistemi komunist atëherë e futi në burg për tentativa ratisje, duke dënuar për një periudhë kohe rreth 12 apo 13 vjet burg, duke detyruar ta shesi për interesat e shtetit. Numri i ndërmarrjeve të reja shtetërore në sistemin e ekonomisë centralizuar u shtua shpejt. Shkozeti, vetëm 3 kilometër larg nga qendra e qytetit, u bë mikpritës për 10 ndërmarrje, si uzina mekanike bujqësore, ndërmarrjet e serave dhe ato të gomës e plastikës, kantina e verrave. Ndërkaq në Durrës morën jetë uzina elektromekanike, uzina e radio-televizorëve, uzina kimike të tjera, që të gjitha ndërmarrje me një numër mjaft të madh punëtorësh. Dhoma e tregtisë në Durrës nuk ekzistonte më. Një dhomë kombëtare me qendër në Tiranë funksiononte për të gjithë vendin. Ritmet e zhvillimit ekonomik nuk shkonin paralel me propagandën shtetërore. Sistemi centralizuar socialist dhe vetizolimi kishin kostot e veta. Roli i dhomave tregtisë ishte krijimi i kontakteve me dhomat homologe të shtetit, identifikimi dhe ofrimi i mundësive që ekonomia shqiptare, ndërmarrjet shqiptare mund të realizonin në këto vende dhe
Gjithë pjesa tjetër ekzekutoi, zbatoi, interpretoi, nëse mund ta shprehim kështu, nga ndërmarrjet e tregtisë jashtme. Ishte një sistem ndërmarrjes tregtisë jashtme të centralizuara, kryesisht alokuara në Tiranë, që realizonin eksportin dhe importin për të gjitha ndërmarrjet shqiptare. Importi bëhej me kuotë, sepse ishin vështirësitë valutare të vendit. Në kushtet e vështirësive të shumta ekonomike në vitin 1986, me një vendim të veçantë të qeverisë shqiptare rikrijohet dhoma e tregtisë në Durrës. Me një vendim të veçantë të qeverisë të asaj kohe, natyrisht u krijuan jo vetëm në Durrës, por në disa rrethe të Shqipërisë dhoma tregtie me një qëllim të veçantë për tregtim, eksport dhe import me shtetet kufitare. Kështu u konsideruar si dhoma tregtie të tregtisë kufitare. Shkodra dhe dhoma tregtisë do të bashkëpunonte me Malinezi, në Kukës me Kosovën, në Korçë me Selanikun, e me radhë. Ne në Durrës do kishim komplet gjithë Italinë e Jugut. Mas vitit 85 u hapën dhe dhoma në përrethe, dhe kjo sepse u rrit ndjeshëm nevoja imediate për valutë huaj. Dhe u pa me një sy tjetër, jo në sensin e liberalizimit, po në sensin e identifikimit të mundësive të reja, mundësitë e eksportit. Dhe u hapën në dinin time dhoma në rrethe, të cilat përveç funksioneve të dhomës qendrore të tregtisë, kishin dhe identifikimin e mundësive eksportuese në vendet rajonale. Arritëm të hedhim disa baza dhe ajo që ishte më e rëndësishme dhe më kryesorja është kontaktet dhe takimet me dhomat e tregtisë të qyteteve kryesore të Italisë Jugut, para me Napolin, me Barin, me Brindesin, me Lecën, deri në Sicilja, në Otranto me radhë. Kështu që biseduam lidhur me qëllimin tonë, pra gjetjen e firmave tregtare, biznesmen, të cilët ishin të interesuar për prodhimet tona, për prodhimet shqiptare, ndërkohë edhe për të importuar për tyre ato artikuj për cilat kishte nevojë qyteti i Durrësit, rreth Durrësit. Por kishte diçka tjetër brenda dhomës tregtisë, ekzistonte edhe një ndërmarrje tregtare e tregtisë jashtme, e cila në rastin tonë në Durrës quhet Durrës Impex ose Durrës Import-Export. Pra dhoma tregtisë do të gjente firma për bashkëpunim me dhomat dhe Durrës Impex do gjente pastaj do bisedonte për lidhjen e kontratave për artikuj të ndryshëm për cilën ato ishin të interesuar. Dhoma e tregtisë ishte një bashkim nga larti ndërmarrjeve ekonomike të krijuara nga shteti, të cilat përfaqësonin interesat e tij në marrëdhëniet me jashtë, sipas degëve të ndryshme të ekonomisë. Një lloj si dështimi i sistemit socialist, edhe përfundimi i misionit butaforik të tyre ishte i pashmangshëm. Transformimet demokratike të Shqipërisë pas vitit 1990 krijuan kushte për ndryshime rrënjësore në marrëdhëniet ekonomike dhe në zhvillimin e tyre. Ekonomia e tregut të lirë, ushtrimi i biznesit privat, nxitja dhe zhvillimi i ekonomisë përmes ligjeve dhe rregullave kapitaliste të tregut ishin masa që çuan në një kthes 180 gradë në përparimin e ekonomisë dhe tregtisë, si dhe në ngritjen e institucioneve bazë për krijimin dhe formimin e alternativave të reja të zhvillimit. Vitet 90 janë vite të ndryshimeve madhore në marrëdhëniet e biznesit të ri të sapo krijuar. Sipërmarrësit rikthejnë konceptin e tregut të lirë. Sipërmarrësit në hapin e tyre të parë janë ata njerëz që arrin të kuptojnë një nevojë të paplotësuar. Kjo mund të jetë një nevojë për një produkt, për një shërbim, për një mënyrë të ndryshme të ofrimit, të livrimit, apo për një raport tjetër të cilësisë me çmimin. Dhe njerëzit të cilët kuptojnë nevojën e të tjerëve nuk janë egoistë. Ata janë njerëz
që vrasin mendjen për nevojat e të tjerëve. E dyta, ato kanë aftësinë që të kombinojnë së bashku faktorin njeri, faktorin para dhe faktorin teknologji në një përzierje optimale për të plotësuar nevojën e diktuar në treg. Dhe e treta, ato këtë projekt e zbatojnë me një pasion të jashtëzakonshëm. Të jesi përmarrës është një mënyrë jetese me rrezikun dhe me pasionin. Biznesi po merrte frymë lirë dhe po hidhte hapat e parë në një terren ku dominonin ende marrëdhëniet paqarta politike, ekonomike dhe shoqërore. Komuniteti Europian, që në vitin 1992 mbështeti me anë të programit FAR krijimin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme, si dhe fuqizimin e dhomave të tregtisë. Në Durrës fillon të vinë shumë të huaj, të cilët, le të themi, shumica e tyre kishin dëshirë me të vërtet që të bënin biznes. Ne në këtë rast ndodhëm përpara një konflikti ose përpara një vështirësie që lidhesh me privatizimin dhe dhënien me qira. Tendenca e qeverisë atyre viteve ishte që të nxitojmë, të përshpejtojmë privatizimin. Kështu që dhënia me qira ishte një lloj që nuk shkonte. Por ama dhënia me qira ishte kërkesë e klientëve të mundshëm. Vinin italianët për shembull, donin të hanin rroba gjepsi, ata nuk pretendonin të blenin, nuk hynin për anë të blerje. Ata kërkonin të marrin me qira. Dhe ishte një rast që neve u ndodhem ngushtë sepse ai që erdhi ishte një nga më të mëdhej dhe Benettonit, United Benetton. Një nga përfaqësuesit më të mëdhej, që do bënte rroba qepsi në Durrës dhe emri i tij na kishte mbetur Benettoni, domethënë ai na krijon, na impononte respekt neve, por nuk ja jepshim dot me kështu me qira. Kryetari i komitetit i asaj kohe na mlodhen shumë autoritete lokale dhe në një farë mënyre me një lloj kokforsie ja dham në pa me qira. Dhe me njëherë filluan fenomene që ne nuk i kishim, as nuk i imagjinonim dot. Morën ja 40 punonjës se i çonin në Itali për kualifikim. E bën ndërmarrjen nuse që edhe tani nuk është prishur. Ligji për dhomat e tregtisë dhe të industrisë, i cili u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë më 10 mars 1994, ishte i pari që organizonte jetën, funksionin dhe veprimtarinë e dhomave në kushtet e një ekonomie të mbështetur në tregtinë e lirë. Në të njëjtën mënyrë, pas gati një gjysmë shekulli mungese, ajo u rikrijua edhe në Durrës. Dhe në mars të vitit 94, Parlamenti Shqiptar miratoi ligjin për dhomat e tregtisë. Këtu është, si më thënë, zanafilla e krijimit të dhomës së tregtisë, pra frymësimi dhe miratimi i ligjit. Me miratimin e ligjit, sigurisht që organet që do merrnin përsipër ose iniciativën për ta ngritur dhomën e tregtisë ishin organe të cilat qeveria shqiptare ja delegoi si kompetencë, si ishte prefektura dhe Këshilli i Rrethit. Në atë kohë ligji parashikonte të ngritjen e dhomave të tregtisë në 36 qytete që ishin qendrat e rrethave. Sot është në nivel tjetër organizimi, është nivel qarku, atëherë është nivel rrethi dhe në qendër qyteti siç ishte Durrësi, Tirana etj. etj. Me miratimin e ligjit në 94, atëherë prefektura e Durrësit dhe Këshilli i Qarkut bashkëpunim me organet tatimore bën një shpallje publike dhe ftuan gjithë bizneset, qoftë private dhe shtetërore, të organizonin dhe të lançonin idenë e krijimit të dhomës së tregtisë. Duke qenë diku nga qershori vitit 94, u bë mbledhja dhe themelimi i dhomës së tregtisë. Morën pjesë, mos gabojm, rreth 100 biznese, nga të cilat kishte biznese private, biznese shtetërore dhe shoqëritë e para tregtare sapo të formuara. Vlen të theksoj këtu disa nga shoqëritë që sot ekzistojnë prapë dhe që kanë emër, siç është AIBA, Florieni, Pelikani, Teuta, Uniprojekti, ka qenë shoqëria Siak, Teuta Konstruksion dhe shumë shoqëri tjera. Krahas tyre kishte edhe shoqëri tregtare, shtetërore, siç ishte Kantina Pijeve, Dika Siroti, Autoriteti Portuar Durrës, Fabrika Cigareve,
gjithë në marrës e tregtisë jashtme dhe mblodhën në një takim për zgjedhje organet drejtues sipas përcaktimeve ligjore. Ishte periudha e vështirë, mund ta themi, sepse ishte 97-98, menjëherë mas ngjarjeve të 97-s, ku situata precipitoi. Në këtë kohë bizneset u ndodhen përballë një situate qoftë të shtetit, pra themi që gjithë institucionet ranë, kishte probleme që u bllokuan portet, u bllokuan importi i lëndë të para, ndërmarrjet prodhuese ato që ishin, pak që ishin, u dëmtuan. Pra, mund të them që filloi një vit nga zero. Pothuajse legjislacioni ishte jo i plot, pra kishte një konflikt të hapur të biznesit me shtetin. Mu munduam, sigurisht në pozicionin e kryetarit të dhomës tregtisë që ishte në atë periudhë, që sadopak të ndikoja, të kisha një influencë pozitive për të krijuar një terren të përshtatshëm për biznesin, përballë një shteti që nuk funksiononte. U bë një kuadër ligjor, u kërkua në atë kohë 97-98, u kërkua që të përmirësoj kuadri ligjor dhe veçanërisht për dhomat dhe tregtisë, sepse ishte një ligj i vjetër gjatë në atë kohë që nuk funksiononte. Bizneset kërkonin terren të dhomat tregtisë, dhe kështu që ne normalisht u bëm dhe promotor të kësaj lëvizje që për bizneset. Këtu mund të them u dëmtuan shumë biznese, mund të marrë si shembull përpunimin e peshkut, që ishte një investim i huaj në Durrës, goxha investim, pati një dëmtim shumë të madh, edhe bizneset të tjera që u dëmtuan ekonomikisht, por më shumë dëmi ishte një dëm moral. Pra, kishte një pesimizëm tek stresa e biznesit, qoftë prodhuesit, qoftë dhe importuesit. Megjithatë, dhoma e tregtisë, duke qenë dhe flasim për Durrësin. Durrësi historikisht ka pasur njerëz të ditur, njerëz të përkushtuar. Ka qenë një nga dhomat më me përvojë, jo flas për një historik, ne flasim sot për 100-vjetorin e dhomës. Sigurisht që pra 100 vjet janë shumë. Normalisht që ne në atë periudhë, në atë kohë, u munduam të ndërtojmë një dhomë e cila i shërbente sigurisht bizneseve, por të kishim edhe një eksperiencë sigurisht nga vendet e tjera, vetëm të fqinj si Italia, Greqia. Më kujtohet patëm një bashkëpunim të shkëlqyer me Britaninë e Madhe, pra se duke i ndërlidhur, duke parë se si funksionojnë atje. Megjithatë, dhoma sot e tregtisë së Durrësit them që ka bërë shumë hapa përpara. Se në atë periudhë gjëja më e vështirë ishte problemi i vizave. Dhe bizneset doshin të vendosin raporte me firma të huaja, në një kohë kur kishin pengesa për të dalë jashtë. Dhe dhoma e tregtisë pati një mbështetje goxha të madhe nëpërmjet organizimit qoftë të panajireve, pjesëmarrjes së bizneseve në panajire që zhvilloheshin. Pra ne kemi shku deri në Hamburg, në Gjermani, në Itali disa herë, kemi shku në Kroaci, pra kemi pas disa mundësi. Dhe bizneset vishin, merrshin një notë verbale që duhej edhe për ambasadat, dhe shkojshin dhe krijoheshin lidhjet e veta me këto biznese. Po të njëjtën gjë kemi bërë sepse krijuam edhe disa panajire që u bë tradit në dhomën e tregtisë Durrësit, të organizoheshin panajire me bizneset e vendit. Biznese jo vetëm nga Durrësi, por që vishin edhe biznese nga qytetet të tjera. Edhe kjo ishte një goxha eksperiencë e mirë, sepse takoheshin biznese me njëri tjetrin dhe ishte një lloj promovimi që i bësh këtyre bizneseve. Sigurisht, njëma më e madhe e bizneseve duhet të ishte në këtë kohë për sa i përket njohjes me ligjet dhe në mënyrë të veçantë me paketet fiskale. Dhe disa herë patëm edhe sigurisht qeveria i merrte si merrte parasysh pjesërisht, por ne bëjshim atë pjesën tonë dhe mundoheshim që për sa i përket paketeve fiskale
të bëjshim vretje. Kemi pas plot herë, kemi pas goxha vretje. Të njëjtën gjë kemi bërë me Bashkinë e Durrësit. Pra, siç edhe ato kishin raste të tarifave që vendoshin për bizneset atë, dhe kemi bërë debate, kemi bërë ballafaqime në mënyrë që bizneset të mos rëndoheshin ashtu siç duhet. Pra, ne mundoheshim të mbrojshim interesat e biznesit pa pretenduar që të mos kishin tarifat, mos kishin tatimet, mos kishin taksa, por ama të ishin sa më të arsyeshme dhe sa më lehtësuese për biznesin. Veprimtaritë e dhomës së tregtisë në Durrës janë të shumta. Drejtuesit e saj bën pika të rëndësishme referimi në qytet edhe në të gjithë qarkun. Durrësi ka një kontribut të heshtur, pa shumë zhurmë dhe pa shumë show. Është një fundament, është një zonë ekonomike që është themel i zhvillimit ekonomik të gjithë vendit. Është në një raport dialektik me fuqinë ekonomike të Tiranës. Në një farë mënyrë Tirana krijon ca avantazhe për Durrësin, po krijon dhe disa kosto të fshehura për Durrësin, por sipërmarrësit durrësak janë interesant, janë efektiv dhe janë rezultativ, por jo të zhurmshëm, siç i shoh që janë në disa zona të tjera ekonomike të vendit. Operimi me sukses në qarkun e Durrës i 230 nga 342 sipërmarrjeve italiane. Pra kemi 342 firma të huaja në qarkun tonë, nga këto 230, afërsisht 67% janë me kapitale të plota ose të pjesën italiane. E ndjejmë për detyrim të përmendim këtu disa prej këtyre firma si MSP Trade Concept, me prodhim veshjes që nga viti 93, me 151 punonjës. Cell Group Wear, prodhim veshjes që nga 2006 me 113 punonjës. Arus, prodhim këpucës që nga viti 2004 me 162 punonjës. Tomaj Qifjo Lurov, prodhim pucës që nga 2007 me 171 punonjës. Manifattura Italiana, prodhim Brava Qelsa Dryna që nga 95 me 308 punonjës sot. Rosalba, transport detar dhe rrugor që nga 2005 me 117 punonjës. Otomila Alp, call center që nga 2011 me 58 punonjës. GIG, tregti dhe prodhim pucës që nga 95 me 73 punonjës. Beton Albania, në prodhim betoni dhe ndërtim që nga 2009 me 35 punonjës. Albania Trading Company, për punim bimësh medicinale që nga viti 92 me 17 punonjës. Do të përmendja edhe bizneset shqiptare, si Stella dhe Ambra, Gama, Mëshkurti, Mediterane, Italinox, Germani, edhe jam jo pak të tjerë. Ligji i ri për dhomat e tregtisë dhe të industrisë, numër 9640, mbrin 12 vjet më vonë, në vitin 2006, dhe realizon mjaft të ndryshime në strukturën e ndërtimit të këtij institucioni, duke vendosur ngritjen e tyre vetëm në 12 qarqet e vendit. Një realitet i ri krijohet edhe në dhomën e tregtisë dhe industrisë në Durrës. Dhoma funksionon në bazë një ligji, që është ligji për dhomat e tregtisë dhe industrisë në Shqipëri. Është institucion publik, nuk ka antarësim të detyrueshëm, funksionon me shërbimet e saj, siç janë qendra kombëtare e biznesit, qendra kombëtare e licencimeve, shërbimet tjera që ne kemi për antarët tanë. Ka rreth 300 antarë që janë biznese kryesisht të mëdha, që janë bizneset më të njohura dhe më të konsoliduara në qarkun e Durrësit.
dhe ka dhe shërbime tjera, seminare, aktivitete, marrëdhënie me institucionet qoftë shtetërore, po qoftë edhe me institucionet tjera publike, siç janë universitetet, dhe kemi memorandume bashkëpunimi, veprimtaritë përbashkëta, konferenca, veprimtaritë të ndryshme që i zhvillojmë së bashku. Dhoma duhet të jenë institucione më të forta, qoftë dhe financiarisht duhet të jenë më të forta dhe shteti duhet ta konsiderojë dhomën si institucion qendror në aspektin e marrëdhënieve me bizneset, në qoftë në hartimin e politikave, qoftë në hartimin në diskutimet e problematikave të ndryshme që në këtë periudhë ku jetojmë sot janë më aktuale se kurrë. Ndërsa për sa i përket marrëdhënieve ndërkombëtare, janë nivelet më të larta të mundshme. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës është antare e shoqatës së dhomave të Mesdheut, Askame. Gjithashtu dhoma është edhe antare e Këshillit Drejtues të Forumit Adriatik Jonian, që është një nga institucionet që njihet edhe nga Bashkimi Evropian për sa i përket pjesës Adriatikut dhe Tionit, ku bëjmë pjesë 9 shtete, qoftë edhe në kuadër të iniciativës EUSAIR, dhe për herë të parë në gjithë historinë e dhomës, unë si kryetari i dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Durrës kam dhe pozicionin e zëvendës presidentit të parë të Forumit Adriatik Jonian. Kështu që në këtë aspekt marrëdhëniet ndërkombëtare janë në nivelet më të larta të mundshme. Ndryshimet thelbësore në strukturë dhe me departamentet vepruese e më afër nevojave reale të biznesit kanë dëshmuar një fytyrë të re të dhomës së Tregtisë së Durrësit. Një shekull veprimtari intensive që nga viti 1921 në mbështetje të biznesit nderohet nga Presidenti i Republikës me titullin për meritat veçanta civile dhe me motivacionin me mirënjohje ndaj punës së vyer që nga themelimi 100 vjet më parë e deri në ditët tona në drejtim të ndihmesës, inkurajimit, mbrojtjes dhe zhvillimit të pandërprerë të sipërmarrjes jo vetëm dursake, por edhe kombëtare. Drejtimi profesional me vizion të qartë për të ardhmen e ka kthyer dhomën e tregtisë në një pikë orientuese për të gjithë biznesmenët e qarku Durrës, vendas apo të huaj. Tashmë, ajo është një qendër komunikimi me institucionet lokale e shtetërore, si dhe me organizatat prestigjioze ekonomike ndërkombëtare. Dhoma e Tregtisë së Durrësit po hyn në shekullin e dytë të jetës së saj. Me rastin e 100-vjetorit, i uroj suksese dhe të vazhdoj të punoj për dhomën e Tregtisë së Durrësit dhe për tregtarët e qytetit Durrësit, në vazhdën e rrugës së paraardhësve të tij. Do t'ju uroja suksese. Punë të mbarë dhe të ndihmoj sa më shumë të mund të gjitha biznesin që është interesuar qoftë në eksport, qoftë në import. Urimi është që dhomës ju uroj suksese dhe të jetë shumë më pranë bizneseve, duhet të jenë ura lidhëse ndërmjet qeverisë dhe biznesit. Urimi im ishte që gjithnjë më shumë roli i tyre të rritet, ata gjithnjë më shumë të luajnë rolin e tyre konsultues, negociues, eksplorues në drejtim të tregut, të jenë gjithnjë më shumë të pranishme në bizneset shqiptare, sepse jo çdo biznes ka informacion në dorë. Ne të gjejmë mundësira që të importojmë atje ku duhet, me çmime më të ulta, me asistencën, ndihmën, kontributin, konsulencën dhe kontaktet që ofron dhoma e tregtisë. Edhe 100 të tjera. E para unë do të uroj gjithë biznesin durrësak, atë pionerët e formimit dhe fyllesave të para biznesit durrësak, dhe gjithë investitorët vendas të huaj që bëjnë pjesë në komunitetin biznes qytetit, mbarësi, punë të marrë dhe gjithë mirat për dobin e qytetarëve, punësimit dhe mirëqenies së qytetarëve të Durrësit. Unë i uroj suksese të gjithë stafit, personelit të dhomës tregtisë, drejtuesve të dhomës tregtisë të Durrësit, por njëkohësisht gjithë popullit durrësak. Pse jo, domethënë sepse jemi në një qytet që dashamirës të punës, të biznesit, të bashkëpunimit historik me vendet e tjera. Pra Durrësi ka qenë një vend që
e kanë zili brenda dhe jashtë. Unë do kisha një urim pikëspari për të gjithë paraardhësit e mi, të cilët janë nga njerëzit më të nderuar. Dhoma e tregtisë në këto 100 vite ka pas ish kryeministra, ish kryetar parlamenti, biznesmen të niveleve më të larta, njerëz të nivelit akademik, profesor, që kanë drejtuar dhomën gjatë gjithë këtyre viteve dhe unë ndjehem shumë i nderuar dhe gjithsesi ndjehem me shumë përgjegjësi dhe me shumë fat që po vazhdoj punën që ata kanë zhvilluar dhe e kanë lënë, po themi, për ta vazhduar prej meje në këtë 100 vjeçar të ardhshëm. Duhet falenderoj mbi të gjitha bizneset të cilat janë ata që në këtë situatë temase të vështirë për vetë edhe institucionet përgjithsisht, siç janë dhomat, po kontribojnë në mënyrë të vazhdueshme financiarisht dhe kontributet e tyre njerëzore në mënyrë të tillë që biznesi dhe ekonomia të ecin në mënyrë sa më të mirë. Dhe shpresojmë shumë që 100 vitet e ardhshme të shërbejnë si konsolidim i dhomës së tregtisë dhe i përgjithsisht i sistemit dhomave me qëllim që edhe dhomat e tregtisë të kenë mundësi ta gjejnë veten krah për krah shtetit, që siç ka qenë gjithmonë që nga themelimi i shtetit, si motrat e tyre në Europë, atje ku ne aspirojmë të shkojmë. Historiku i dhomës së tregtisë Durrës në të njëjtën kohë është dëshmi e 100 viteve të zhvillimit ekonomik të rajonit, që përveç përparimit të sipërmarrjeve vendase, gëzon njëkohësisht marrëdhëniet më të frytshme me shtetet e tjerë të Mesdheut. Një jubile për të festuar.